sot nuk lejohet pagesa me para kesh në vlerë 2.000 euro e më shumë. Ato duhet të realizohen vetëm përmes bankës ose formave elektronike. Por këtë vendim të administratës tatimore po e kritikojnë përfaqësues të bizneseve dhe njohës të ekonomisë, që thonë se pragu është shumë i ulët, ndërkaq më të prekurit do të jenë bizneset dhe mërgjimtarët. Për pjesën e mërgjimtarëve realisht ka drejtë. Çka nëse një mërgjimtar që i ka fitu parët nxehtë don me ardh me blen një banesë në Kosovë, një toka, një shtëpi, një dresh mallkum, çka nëse do me blej? Çka nëse një qytetar do me dalë në pazar të kafshëve me blej një lopë me gjithveç? Çka nëse një njeri ka mbledh dyqysh 2.200-300 euro dhe do me dalë me blej në pazar të kerrave një kerr? Çka nëse që ky pragu shumë i ulët dhe çka nëse ky sistem dështon sepse nuk është kërka i llogaritur që duhet? Çka nëse s'kena inspektora mjaftuar, nëse s'kena inspektora për punë, po na desin gjinja të urxu, po na vjedhen qytetarët, po bën miliona gjëra të tjera, s'po ka inspektora të mjaftueshëm, e po doni edhe shta me shti. Çu shihni qëto?